Prioritet absolut për këtë vit natyrisht që është rrugtimi ynë drejt administratës 2030 që e përgatit Shqipërinë si antare të Bashkimit Evropian. Pas një vlerësimi shumë pozitiv të Sigmës, organizmit më prestigjos të OECD-s dhe të Bashkimit Evropian për vlerësimin e performancës në administratën publike, Shqipëria renditet qartazi si vendi lider në rajon në 4 fushat administratës publike, përkatësisht menaxhimin e financave publike, menaxhimin e burimeve njerëzore, në fushën e digitalizimit të shërbimeve publike, sikurse edhe në fushën e koordinimit politikave. Çfarë është vlerësuar veçanërisht pozitivisht nga Sigma është reforma e pagave, krahas aspekteve që përmendi Ministri i Financave, aspektin fiskal dhe aspektin ekonomik që e përmendi Ministri i Ekonomisë, natyrisht që reforma e pagave përbën në fakt ndërhyrjen më të thellë strukturore për t'i dhënë dinjitet çdo nëpunëse dhe nëpunësi civil të administratës tonë publike. Dhe kjo është një reformë e cila sjell dhe vendos një model të qartë karriere, të bazuar në shpërblim, në njohjen e vlerësisë në punë dhe mbi të gjitha duke mbajtur një premtim që ne e kemi bërë ka herës për të rishikuar her pas here sistemin e pagave në Republikën e Shqipërisë. Paralelisht kemi vijuar me përpjekjet për inovacion në administratë, ku ka qenë në qendër të përpjekjeve tona investimi në digitalizimin tërësor të gjithë sistemit të burimeve njerëzore administratë, me qëllim gjenerimin automatik të dhënave për të gjithë punonjësit e administratës, gjenerimin automatik të pagës dhe mbi të gjitha për të garantuar që të gjithë proceset e burimeve njerëzore janë dhe zhvillohen pa letër. Pjesë e këtij ekosistemi inovimi është dhe nxitja e përdorimit të AI-t në punë, ku vetëm pas thirrjes tonë të parë për trajnim në bashkëpunim me partnerët ju përgjigjen mbi 1200 zyrtar publik. Dhe gjithë kjo përpjekje në fakt shkon në paralel me modernizimin tërësor të sistemit të trajnimit në administratën tonë publike, në saj dhe të partneritetit strategjik që kemi ngritur tashmë me partnerët francez, përkatësisht Institutin Kombëtar të Shërbimit Publik në Francë. Për gjatë këtij viti, prioriteti jonë kryesor është shndrimi i administratës në një punëdhënës konkurrues me një model të ri, të rishikuar, të rekrutimit dhe të vlerësimit që garanton më shumë meritokraci dhe transparencë, si dhe matje të performancës të çdo institucionit administratës publike përmes ndryshimeve që kemi parashikuar në ligjin për shërbimin civil dhe ligjin për administratën shtetërore, të cilët shumë shpejt do të paraqiten për diskutim në kuvend. Gjithashtu, synojmë ripozicionimin strategjik të administratës si një zgjedhje për karriere dhe për tërheqjen e të gjithë talenteve të reja dhe profesionistëve me profile prioritare për integrimin e vendit përmes iniciativës Karriera jote e ardhmja e Shqipërisë Evropiane. Gjithashtu, do të kemi një portal tërësisht të rishikuar të punësimit administrat në bashkëpunim me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit, pikërisht për të garantuar që të gjitha thirrjet e pozicioneve vakante në administratë publike, qofshin ato shërbim civil ose jo, përfshirë këtu dhe të gjitha shoqëritë aksionere me pronësi shtetërore të publikohen përmes portalit, si dhe portali përmes një elementi injektimit e AI-t, të mundet të bëjë dhe përputhjen midis çdo kandidati dhe çdo pozicioni pune që është vakant. Gjithashtu, paralelisht në 6 muajin e parë do të mbyllim përfundimisht procesin e vlerësimit të të gjithë kapaciteteve tona institucionale për të përballur me procesin e negociatave. Kjo nuk kupton identifikimin e sektorëve ku ne kemi mjaftueshëm ekspertizë dhe atyre ku kemi ende boshllëqe për të mbushur, sidomos përmes krijimit strukturave të reja ose kapaciteteve të tjera shtesë, me një fokus veçantë optimizimin e burimeve dhe jo shtimin e pa kufit të punonjësve të administratës. Qëllimi natyrisht është të kalojmë nga një administratë që negocion në një administratë që përgatitet që të zbatojë legislacionin e BE-s. Dhe teksa vijojmë me iniciativat e nisura me inovacion e transformimin, vëmendja jonë drejtohet gjithashtu tek të gjithë ata që drejtojnë institucionet tona publike. Në sajt të një programi të dedikuar vjetor tashmë për trajnimin e të gjithë drejtuesve, duke qenë të gjithë ndërgjegjshëm për nevojën absolute të frymës dhe të kompetencës që duhet të transmetojnë të gjithë drejtuesit tanë ekipeve të tyre. Në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe integritetit, qëndrimi ynë është i qartë dhe i pa kompromis. Korrupsioni luftohet duke reduktuar çdo ditë mundësinë që ai të ndodhë në praktikë. Dhe fokusi ynë mbetet parandalimi i korrupsionit,
ku suksesi nuk matet vetëm me numrin e të hetuarve dhe të dënuarve, pasi kjo është detyrë e organeve ligjzbatuese dhe nuk është, nuk duhet dhe nuk mund të jetë punë e qeverisë, por me numrat e rasteve që nuk ndodhin në praktik, pikërisht në saj të sistemeve që bëhen gjithnjë e më rezistente, qoftë ndaj një gabimi njerëzor të paqëllimshëm, qoftë edhe ndaj atyre rasteve dhe formave të abuzimit me funksionin publik. Krahas përmbylljes me shumë sukses të vlerësimit të Grekos për Shqipërinë dhe finalizimit të paketës antikorrupsion në bashkëpunim me gjithë kolegët e grupit parlamentar, do të dëshiroj të falenderoj për mbështetjen të gjitha projekt ligjeve që kemi sjellë gjatë kësaj periudhe kohe, duhet theksoj se prioritet absolut i këtij viti dhe i kësaj periudhe që na pret është parandalimi i korrupsionit në mënyrë sistemike në sektorët më vulnerabël ndaj korrupsionit. Ne kemi evidentuar që sektorët kryesorë që meritojnë vëmendje të veçantë është sektori i pronave, sektori i shëndetësisë, tatimi dogana, arsimi, natyrisht dhe sektori i prokurimeve publike dhe i blerjeve. Dhe fokusi është modernizimi i këtyre sektorëve. Kemi nisur vitin e shkuar një vlerësim të thelluar të riskut të korrupsionit në kadastër dhe tashmë kemi nën monitorim të vazhdueshëm progresin me masat që ASHK-ja duhet të ndërmarrë për të minimizuar riskun e korrupsionit dhe rritjen e eficiencës së shërbimeve që ofron. Paralelisht, kemi nisur dhe vlerësimin e riskut të korrupsionit në sektorin e shëndetësisë me Institutin e Bazelit për Qeverisje, institucioni me ekspertizën më të thelluar në këtë fushë në nivel evropian. Gjithashtu, rritja e transparencës publike është në fokusin tonë institucional përmes konsolidimit platformës Transparent Albania, si porta unike e transparencës dhe forcimi i sistemit të gjurmimit të çdo informacioni që jepet nga administrata dhe përmes bashkëpunimit me Akshi, tashmë do të vendosim dhe një element të ri ku çdo marrës informacionit, qoftë qytetar, qoftë një organizatë të shoqërisë civile, mund të vlerësojë gjithashtu dhe cilësinë e informacionit të marrë. E fundit nga radha, por jo nga rëndësia, investimi në arsim. Ne e dim shumë mirë se sa rëndësishme është që edukimi për integritetin dhe edukimi për lishmërinë të jetë pjesë e domosdoshme kurrikulave tona arsimore. E kemi nisur të punëvjet në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit në klasë për klaset e para, klasën e 6 dhe 10, do ta vijojmë këtë punë, do ta mbyllim gjatë këtij viti. Faleminderit.